Kjo hapësirë është prej 8 projektorave, 4 në lartë në muri dhe 4 anash që ndryqojnë. Është një projekt prej Michael Koenig që Faleminderit për korrekt, faleminderit gjithë që jeni sot këtu në Deep Space. Përgëzoj të ju edhe ekipin këtu që është që do të mund shkëlqyeshme, i faleminderit që jepni Prishtinës këtë farë energji të jashtëzakonshme, një perspektivë tjetër që na mungon gjithandaj Kosovës, me thënë drejtën. Po, këtu sot jemi mbledh me Renin, mbledhën e të flasat disa fjalë për atë që duhet bëjmë ne si vend, si shtet, si DDK. Unë mendoj që zhvillimet teknologjike i kanë hapur Kosovës një dritare të udhëtimit të kohë. Dritarin në cilën Kosova bën kapërcimin e madh për një gjendje
çfarë është sot e fundit në Europë, në një prej vendeve më të zhvilluara të Evropës. Të drejtarin ku që na është hapur është dhurat, për cilën do ta shfrytëzojmë shpejt, menjëherë, me investime strategjike në sektorin e teknologjisë informative dhe me të rinj tonë që janë aset nacional i Republikës Kosovës, e cilas rresht së kërkuari edhe nuk rresht së provuari të arrijë majat më të larta në botë. Dhe kjo rinie jona në sektorin e teknologjisë informative dhe jo vetëm, arrin sot të jetë shembullore për punët më të rënda që janë në Evropë edhe në botë që do diku tjetër. Prandaj Kosova si popull i ri që ka popullsinë e ri, pra Kosova si vend i ri që është, me popullsi të ri që është, duhet të investoj gjithë kapacitetin financiar në këtë sektor. Dhe ne kemi disa plane shumë konkrete. Para është të trajnojmë 40.000 të ri në sektorin ICT-s për 4 vite, që të mësojnë, që të punojnë prej Kosovës për punë që shkojnë jashtë vendit. Në një anë marrin paga shumë të larta, në anën tjetër eksportojnë shërbime dhe përfundimisht që është më rëndësishme rinia mbetet këtu në Kosovë mes nesh që të jetojë në vendin tonë. Në anën tjetër kemi paraparë edhe parkun teknologjik Prishtinë, në përparimi e ka ndarë një hapësirë për të një parku të shkëlqyeshëm teknologjik mbi 60 hektar. Ne aty do të investojmë në mënyrë që të bëhet një hub i madh i zhvillimit teknologjik që kompanitë të afrohen, të investojnë dhe të krijojnë dije, krijojnë të ardhmen. Në gjitha në epokën e inteligjencës artificiale, edhe Prishtina, edhe Kosova, edhe popullsia e re, edhe politikanë të ri, që është më rëndësishme, duhet flasim për të ardhmen. Pra, sa ju flasim për zymtësi, për shamje, e kemi në mend me bëni të ardhmen me shkëlqyeshme të Republikës Kosovës, me përfundu këtë cikël që sa kohë jemi të fundit në Evropë, nuk e meritojmë një gjë të tillë, jemi shumë më të mirë, jemi më të lirë, më të dishëm, edhe me potencialin që e kemi me ardhur përfundimisht. Prandaj jam i lumtur që në programin tonë e kemi paraparë dhe Ministrinë e Digitalizimit, si start i këtij transformimit, dhe kjo Ministri e Digitalizimit projektet si këto përparim veç i pushtet, i zgjeron. Jo vetëm Prishtinë, edhe në hapësira më të mëdha, po tani këtu kjo është vetëm hapësirë fizike, po të para të kishim programe institucionale në fusha të ndryshme. Bëjmë klasë edukative në arsim, që nxënësit marrin dije prej kësaj. Dhe sa i ri ose e reja të prezantoj projektet e veta në ambiente shumë më të mëdha se këto dhe kuptoni sa përpara dalin prej vendeve tjera në Evropë. Meqenëse jemi të ri, shumë më të ri se Evropa, ata janë shumë më të vjetër se ne, kjo është përparësia jonë. Meqenëse është përparësia jonë, kjo është dritarja jonë e udhëtimit të kohë. Pra, atë diferencën e madhe që ka Kosova me Evropë, diku rreth 80 vite që jemi prapa, me këtë sektor e shkurtojmë jetën tonë, jetën e juaj. Dhe kjo është detyrimi ynë edhe patriotik, është edhe detyrimi ynë si politikanë të cilët e këtë. Prandaj, po kemi ekip, po kemi program, po do të bëjmë investime madhore, dhe po Prishtina, dhe jo vetëm Prishtina, çdo qytet i Kosovës do të marrë këtë vëmendje nacionale të sektorit më të rëndësishëm, më zhvillues, më me potencial që kemi sot teknologjinë informative. Më shpresë shumë që inteligjenca artificiale na zaventson edhe neve politikanë në ditë. Ju falenderoj. Mendimi, veçmendja jonë është e limiton mundësinë për performancë. Edhe këtu po ishin e qysh po të thonë fillim, do të thonë infrastruktura kësaj hapësine krijon mundësi të panumërta për me shfrytzuar, sidomos për ju të rinjve këtu që jeni sot. E di që me siguri se cili prej jush tash ka ide që jush mundeni me përdor këtë hapësinë. Po na kemi me pas të një program që ka me qenë çdo ditor edhe çdo një orë, a gjysore, a çdo një orë, kemi me pas programe të ndryshme. Pra për 3 vitet e ardhshme, mundeni me ardhë çdo ditë me po diçka të re në këtë hapësinë. E të njëjtën kohë ideja është ne me bëu edhe workshops, pra workshops me njerëz që dinë qysh me kriju content, që me mësu edhe të rinë tonë, me mësu edhe njerëz kreativ, të industrinë kreative në kryeqytet e më gjerë për me kriju content. Jemi ndër 6 ose 7 është qytetet e vetme për momentin në botë që kemi këtë teknologji. Prandaj Prishtina ka shku për te, për këtë arsye ta shfrytëzojmë rastin edhe nesër ta shohim edhe Kosovën për te këtu me kryeministrin Lumir Abdixhipin.